1 maj, si çdo ditë tjetër, i gjen në kërkim të një pune. Kjo është përditshmëria me të cilën përballen çdo ditë 10 punëtorë pranë zonës së quajtur sheshi Omonia në Vlorë. Shumë prej tyre kanë vite të tëra që i drejtohen këtij sheshi që në orët e para të mëngjesit dhe qëndrojnë deri në mbrëmje. E sipas punëtorëve, çdo ditë është e njëjtë. Punë ka shumë pak, ndërsa përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Disa mbrin që herët në mëngjes nga fshatra të ndryshëm të Vlorës me shpresën se mund të gjejnë një punë. Ata e cilësojnë situatën si paradoksale duke thënë se shumë të huaj arrin të gjejnë punë, ndërsa për vendasit nuk ofrohet pothuajse asgjë. Shumë prej qytetarëve shprehen të zhgënjur dhe theksojnë se dhe këtë 1 maj nuk ka asnjë ndryshim për ta. Duhet ishte protest për drejtat e punëtorëve? Normale se çdo njeri ka as bukë, as gjë do bëj protest as bën. As from e punës po na japin asgjë, por im gjithë ditën këtu. Edhe ikim, vim shumë dhe ikim vllaz. Më bën një gjë përshtypje. Thuhet se shumë veta të huaj kërkojnë punë këtu, ndërkohë që ju rrini te Omonia s'keni punë. Okej, ne azilante jashme na ka marr punën, ne, edhe ne rrim këtu. Edhe i kërkon vota tash, ne na lë pa punë, po dalin në Omonia për im gjithë ditën. Sa vite keni punëritur? Unë kam 30 vite. Në këtë vend. Në këtë vend tu në Omonia, betone, gjëra gjitha, me qira porime me gjitha, e s'puna delet fare. Po sot duhet ishte një protest për të drejtat. Protesta duhet për drejt, po nuk merr të vesh me ka njerëz që janë këtë situatë. Bëj protesta duhet. Rrugallok do ngelet. 1 maj. Është fest, pushim si e konceptoni ti të Jo, ne është fest, domethënë ndërkombëtare që neve sa më shumë të më kemi miq, sa më shumë marrim. Thellë më të madhe, se është kryeministi. Po sot jeni në punë? Jo, ne po sot po vim se hir. Po protestoni? Të na harroj partia kjo qeveri që për kokë të qeverisë. Sa vite keni që dini këtu? Kemi qenë 2013 që erdhi kjo rilindja demokratike dhe deri më sot po flas. 13 vjet. Ka patur punë? Po ja e shikoni po rrika si qen zorë. Është fakt. Shenjtës, ditë shenjtës. Pse është ditë shenjtës? 1 maj pa punë, për punë punëtorë, do bën fest. Po ne nga fokollë vim punë, çfarë do bëjmë? 1 maj është protest? Protesta për ditë punëtorit. Ditë punëtorit, dërkombëtare. Juve keni sindikat që mbështet juve? Ku ka asgjë, pasi ku të jeni punën. Ku të jeni punën? Çfarë bëjmë? Ku punoni zakonisht? Unë kam program janë 6-7 muaj. Kam doku patentën. Ta çallë punë dalë radikal. Çfarë? Kam biletes. Del hesapi. Po ku vjen punë, vjen. Ku sa shumë mund kemi edhe 3 javë pa punë. 3 javë, do sot. Më thuaj diçka, tu hojt thon jemi të kënaqur në Shqipëri dhe në Vlorë kemi gjetë punë. Ndërkohë ju. Edhe vllai nuk të don se. Unë jashtë, unë isha vet. Po do të jemi. Gjermani. Po pse vin kërkojnë punë këtu atë? Kam kush ata? Po lera se i mbështesin ata ndaj majna 70 euro. Rrok plus në rrok ato 2 rroka. Është protest. Për neve që jemi pa punë, protesta kemi. Kush ata janë punë, e kanë fest. Ne pa punë jemi. 30 vjet këtu, pa punë. Sa vite keni që punoni këtu? 30. Çfarë punë bëni zakonisht? Çfarë dal? Ju del hesapi? Del do kush e kemi. Nuk del. Kam ju pyetje, shumë të huaj vinë në Vlorë thonë që kemi punë plot jemi të kënaqur, ndërkohë që vetë vlonjatët apo shqiptarët thonë që s'ka punë. Si e gjykon? Më thuaj një mendim tënd. Kjo ndikon sepse ai që ka punën, inxhinieri, arkitekti, pronari. Pyetën e parë bëj thot, daje. Ja Vlora. Si e propozon? Merr të huaj, vinë të huaj, punojnë. Po sa ky, ju legjat, unë pa punë. Nga je? Është tani sigurisht. Vinë çdo ditë këtu? Po. Çfarë ore del në mëngjes? 7. Dhe në çfarë rrim? Dhe në dytë, pa punë. 1 maj konsiderohet si një ditë proteste, por në Vlorë ndodhe kundërta. Aty ku 10 qytetarë i drejtohen çdo ditë të vendit të zakonshëm në kërkim të punës, ka shumë pak shpresë për të gjetur një mundësi dhe për të siguruar jetesën.